arti të qenit i lumtur që vjen nga nevoja për të qenë i rrethuar nga gëzimi. Përcaktimi i Schopenhauer, arti të qenit i lumtur, përmbledh një nga temat kryesore të filozofisë së tij, ku gëzimi dhe lumturia janë të vlerësuara si qëllime thelbësore dhe të paevitueshme për jetën e njeriut. Schopenhauer, i cili shpesh theksonte karakterin pesimist të ekzistencës njerëzore, këtu nxjerr një perspektivë optimiste, duke argumentuar se gëzimi është një shpërblim që është afër natyrës së veprës së vet, një formë e pastër e mirësisë që nuk ka nevojë për të ardhur në formën e ndihmës ose shpërblimit të jashtëm. Një element qendror i këtij mendimi është se gëzimi është një shpërblim që i ngjan veprës, duke nënkuptuar se kur njeriu është i lumtur, ai ka arritur një harmoni të brendshme, ku shpërblimi dhe veprimi janë të bashkëveprueshme. Schopenhauer thekson se gëzimi është për një të mirë më të sigurt, sepse nuk ka nevojë për justifikim të jashtëm. Të qenit i lumtur është një qëllim që përvetësohet në vetvete pa marrë parasysh pasuritë, moshën apo statusin. Kjo do të thotë që, pavarësisht rrethanave të jashtme, lumturia është ajo që ndikon më shumë në vlerësimin e jetës dhe në kuptimin që individi ka për të. Gëzimi sipas Schopenhauer është e mira më e çmuar, sepse ka vlerë të natyrshme dhe të përjetshme në vetvete. Ai është i pranueshëm në kohën e tashme dhe nuk mund të krahasohet me gjërat e tjera që janë të lidhura me të kaluarën e kohës së kërkesave të jashtme. Filozofi thekson se për të arritur këtë gëzim, individi duhet të preferojë shëndet dhe mirëqenie shpirtërore përpara të gjithë kërkesave të tjera, duke minimizuar ndikimin e jashtëm që mund të minojë këtë gjendje të lumturisë. Një tjetër pjesë e këtij qëndrimi është kuptimi i rolit të shëndetit në lumturi. Schopenhauer argumenton se shëndeti është një nga faktorët më të rëndësishëm që ndihmon në arritjen e lumturisë, duke theksuar se kush është i shëndetshëm ka më shumë mundësi për të arritur një gjendje të gëzimit të përhershëm, pasi shëndeti i mirë është një mundësi për të gëzuar jetën në tërësi. Në një kuptim më të thellë, kjo filozofi lidh gjithashtu idenë e gëzimit me jetën e përditshme dhe natyrën e vetë ekzistencës. Schopenhauer propozonte që lumturia është një gjendje që është një lloj natyral për individin dhe që nuk kërkon justifikim. Si të thuash, është një gjendje që mbush jetën me kuptim dhe energji pozitive, duke bërë të mundur që individi të ketë një jetë të ndritur dhe të plotë. Kësaj Schopenhauer kuptonte se asgjë nuk ka shpërblim më të sigurt se gëzimi, sepse në të shpërblimi dhe vepra janë pothuajse të njëjtat gjë. Asgjë nuk mund të zëvendësojë asnjë të mirë tjetër aq të sigurt sa gëzimi. Kur dikush është i pasur, i ri, i vlerësuar dhe dikush dëshiron të gjykojë lumturinë e tij, pyetja mbetet nëse është edhe ai lumtur, por anasjetas, nëse është i lumtur nuk ka rëndësi nëse është i ri, i vjetër, i varfër apo i pasur, ai është i lumtur. Kjo është arsyeja pse sa herë që vjen gëzimi, duhet t'i hapim dyert dy kanatësh, sepse nuk vjen kurrë në kohën e gabuar, në vend që të kemi shpesh rezerva për ta lënë të hyjë nëse duam, së pari mendojmë nëse kemi vërtet arsye për të qenë të lumtur. Përndryshe na largon nga reflektimet tona serioze dhe shqetësimet e një menda. Prandaj, nëse gëzimi është e mira që zëvendëson të gjithat e tjerat, por për të cilën nuk mund të zërvend asnjë e mirë tjetër, ne duhet të parapëlqejmë vlerën e kësaj të mire se çdo aspirat tjetër. Tani është vërtet se asgjë nuk kontribon më pak në gëzim se sa rrethana jashtme, se sa lumturia dhe asgjë më shumë se shëndeti. Kjo është arsye pse ne duhet preferojmë këtë ndaj çdo gjëje tjetër, ndaj të gjithë emocionet të forta ose të pakëndshme të shpirtit, dhe të gjithë përpjekjet e mëdha dhe të vazhdueshme intelektuale. Në mënyrë të veçantë të përpiqemi të ruajmë një shkallë të lartë të shëndetit të përsosur, lulja e të cilit është gëzimi.